Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Ndodhemi në studion e partisë Shpresa Demokrate. Unë jam Mira, moderatore dhe së bashku do të jemi në transmetim. Sot, si çdo ditë, kam të ftuar profesor Pyllun Pilinçin, kryetari i partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Në lidhje me incidentin që ndodhi në Big Brother në Top Channel, ku ndodhi një sulm mes një shqiptari dhe një shqiptari të Kosovës, po flitet pafund në lidhje me përçarjen mes këtyre dy trojave. Çfarë mendimi ndani ju, profesor? Mirë mbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni, në Evropë, në Shqipëri, intelektual, të thjesht, student, profesora. Shqiptarët e mi, ju keni kohë që shkoni televizorët. Unë e thashe pak mbrëm, po e përsërit sot. Ai Top Channel, me figurat që po shkoni ju, nuk ka me çështje ordinere në atë televizor. Goditja që bëri ai personi, duke filluar njëri tjetrin, duke zgjuar fëmijët se si rrihen, se si përfolen, se si i thot sërb, tjetri i thot spion. Ai televizor të dashur bashkëdhetar shqiptar, si ai dhe klani, janë hapur qëllimisht nga spionazhi huaj. Janë hapur qëllimisht që të ulën autoritetin e shqiptarëve. Flasëm për çështje ordinere, që në Shqipëri s'ka ndodhur ndonjëherë kurrë në histori. Në Shqipëri ka një rregull, ka dhe një besë. Në Shqipëri kurrë s'ka për të ndodhur shumë shpejt kur bëhet qeveria e re. Ai televizori me rregull, me kushtetut, me këtë kushtetut, cop kushtetut, kryeministri brenda 24 orëve duhet ta mbyllte. Por kryeministri është jashtë rrugë dhe vetë. E keni parë me vite si ka dalë në Francë. Ati bëhet qefi, dofta, që fëmijët të marrin një kulturë tjetër, të rinjt, vajzat, paguajnë parat e dynjas dhe bëjnë një show që s'është parë ndonjëherë. Ajo goditje se gjithë çfarë. Por tupi që bëjnë ata me atë emision dhe ai përgjegjësi i emisionit që del atje si një femër, është mashkull. Pra, ky televizor ju duhet mbyllur, o duhet djegur që nga fillimi. Të dashur shqiptar, mos shikoni këto televizorët, kam thënë. Unë e shoh dhe ndjekjet janë shumë të pakta. Po ashtu dhe klani, po ashtu dhe televizori 24. Janë 5-6 televizorët janë të tuajve, që të ulën autoritetin e shqiptarëve. Sot e tutje mos dëgjoni me shqiptar, mbyllni këto televizorët. Profesor, tek emisioni Grida Dunës në mbrëm, një gazetare foli për gjyqin e Sali Berishës dhe Fatmir Mediu. Çfarë mendimi keni ju, profesor, për shtyrjen e këtij gjyqi? Shqiptarët e dashur, kudo që jeni, ka 3-4 muaj që bëjnë show në përgjyqjet. Bashk me avokatët e tyre. Unë kam thënë dashur shqiptar që në Shqipëri, ju e dofta zdini gjë, janë 10.000 avokatë. Të shumtit s'kan diploma. Sa përgjyqjet të dy si të Fatmirit e të Berishës vend dhe tallen. Po kjo tallja nuk është nga Spaku dhe dashur shqiptar. Spaku i ka përfunduar dosjet, e kam fjalën byroja kombëtare. Po e përsëritë njëherë të dashur shqiptar. Stili që është për arrestim i Spakut është tamam si në Amerikë. Do të thotë, byroja kombëtare ka jurist dhe ekonomist. Ndjekën paran, ndjekën krimin dhe byroja kombëtare lajmëron Spakun për arrestime. Spaku në tavolinën e tyre dhe të kryetarit tyre, që është një djalë i ri, që është një djalë që i kërkon të bëj sipas ligjit, por nuk e lën. E kanë kërcënuar edhe në familje. Kjo është që gjyqet
largohen e nuk bëjnë. Nuk e ka fajin SPAK-u as Byroja Kombëtare Shqiptare. Fajin e ka gjyqtarja. Ajo gjyqtare mbi 30 herë e ka shtyrë gjyqin që u vran fëmijë, u vran të vjetër, pa bukë, të plaçkitur, të doptë, bani fyshekët që kanë bërë shqiptarët për 46 vjetë. Plasën. Është e qëllimshme që të humnin dokumentat serioze, që bëni shitje, me shitjen me Kinën, shilli fyshekët e Kinës, e gjoja ishin fyshekët e shqiptarëve. Fatmir Mediu dhe shokët e tij, kur them shokët, grupin e tij ordiner, duhej dënuar me vdekje jo sot, po me kohë. Le atë, po Fatmir Mediu, para televizorit, breth në Amerikë dhe vjen përsëri. Amerika e lejon qëllimisht Fatmiri. Ku i shpje parat, me kep viziton, Fatmir Mediu hallet, del dhe zbarë dhëmbët, si që themi ne shqiptarët. Gjyki i tij duhej ishte mbaruar për hatrin e atyre fëmijëve që janë vrarë. Dënimi i vogël, u thash, është vdekja. Po të paktën t'i arrestoni. Të dashur shqiptar. Po e flas dhe kam thënë gjithmonë, unë kam thënë datën 15. Jo Fatmiri, po çka rreth Fatmirit do përfundoj në burg, e s'besoj dalën nga burgu. Po ashtu dhe gjyqi i Berishës. Gjyqtare, nesër e ke gjyqin në orën 9. Dhe gjithë i kanë sytë këty. As dhe prokuroria, as dhe SPAK-u, as dhe avokatët e tyre, e kanë këty. Nëse ti nesër nuk i bie qekanit, ati qekanit që keni në dorë, ati qekanit i bini gjithmonë për fukarejnët dhe i ndani parat. 20% njeri, 50% merr njeri. Në ty nuk i kanë sytë vetëm shqiptarët, po i kanë sytë ndërkombëtarët. I kanë sytë ata që shëgojnë Shqipërinë prekohe. Ne të shëgojmë çfarë bën ti gjyqtare. Dhe ku je në këtë moment? Pra, nëse ti e do veten tënde, nëse ti e do familjen, nëse ti e do fëmijët dhe kombisht i fundit, nëse ti ke pak gjak shqiptari, gjyqi nesër përfundohet. Nuk e kanë fjalën për dënim, po e kanë fjalën si që janë të gjithë në përburgjet për gjëra të kota që s'kanë mbaruar gjyqin, kanë 7 vjet, 10 vjet rrin brenda, kurse njerëzit që kanë bërë krime në tokën shqiptare, ti nesër duhet vesh para hekurave ata fajtor. E kanë fjalën për gjyqin Sali Berishës. Sidomos ta kesh në vëmendje gjyqtare. Ata avokatin e tij që është bërë si kungull i shëndosh nga parat që ju avjet shqiptarëve. Dhe del atje shan SPAK-un. Ku shan SPAK-un, do të thot shan Amerikën. Të dashur shqiptarë, këta do dënohen. A e pat në hapjen gjoja të zgjedhjeve qindra flamur evropian dhe disa flamur shqiptar. As një flamur amerikan. E dini pse? Sepse të dy partit janë anti-shqiptare. Kur janë anti-shqiptare, janë anti-amerikane. Sepse nuk e duan Amerikën. Amerika çlirovi Kosovën. Çlirovi shqiptarët e Kosovës. Për mua i shkrahin. Pra, e në televizor, sa e përmendi gazetarja, që tha, goditën shqiptare Kosovës. E goditi qëllimisht. Si janë mësuar kjo qeveri, që kosovarëve, vëllezërve tanë, luftëtarëve që kanë luftuar me shekuj me serbët, po të bëhesh shqiptar, i thonë shqiptarit që ka krijuar Shqipërinë, kombin ton,
po të besh në shtesë, ne duam $5.000-10.000. Kjo ishte urrëtia në atë televizor. Kjo është ai televizori duhet të mbyllë, policia vajti me vrap për të arrestuar djalin. Këtë arrestojnë, këtë lirojnë. Jo. O drejtori policisë, ti duhet të mbyllësh urgjent, automatikisht, atë televizorin sa më parë, se bëjmë propagandë anti-shqiptare. Pra, nesër gjyqtarja do hapi gjyqin, edhe në diçka të them gjyqtare. Unë jam jurist. Rregulli e Shqipërisë e tërë botën është. Nëse nuk paraqitet një avokat që përfaqëson Berishën apo Medin, mund t'ja falësh një ditë, nëse është i sëmur, jo më shtëpi. Nëse është i sëmur të dërgosh policin ta shkosh në spital. Nëse herën e dytë ti ke të drejtë, ti thuash, unë të le 24 orë e të vish me avokat. Nëse ai nuk vjen atë ditë, ti ke të drejtë, ti japësh avokat të shtetit dhe ta fillosh gjyqin që në atë moment. A e di që tërë Shqipëria i ka sytë këty sot? Ne kemi sytë që më datën 11, e anullove e bërem 15. E anullove e bërem 18. Para nesër është dita jote gjyqtare. Mos ja jep dhe i gjyqtari tjetër, do gabosh. Nesër ti do vendos. Nesëra diploma jote do t'jete jotja, apo do mos kesh asnjë diplomë. Do t'jesh e lirë, apo do shkosh në burg. Ky nuk është kërcënim, po unë po flas për çështje kombi. Pra, ju, kashje kombit, nuk keni asgjë. Nëse ju nesër nuk vazhdoni gjyqin, dhe nëse ju, gjyqtarët e tjerë që jeni, që ndërroni stamam si ato matrapasët, ndërroni nga një tjetër i ne i dim të gjitha. Pra, hapni gjyqin urgjent të Fatmir Mediut, sepse ai do arrestohet, Fatmiri do shkojë në Amerikë, për parat që i ka shpër në Amerikë. Profesor, Celi Bashi ishte në emisionin e Blendit të Ziut në Opinion dhe foli për zarfët e emigrantëve. Çfarë mendimi ndani ju, profesor, në lidhje me këtë çështje? Kryetari i KQZ-s, Celi Bashi, unë e thashem përpara, dhe se juve doni ta shkoni si fytyrë, mund ta nxjerrë urgjent fytyrën e Celi Bashit ta shkoni gjithë shqiptarit. Celi Bashi ka kohë që ndodhet atje ku është në KQZ. Celi Bashi me matrapaslekun e tij, që ka vjedhur vite e vite, që duhet ishte në burg para 4 vjetëve, i tërë ai grupi me Celi Bashin, unë i them kaq Celi Bashit. Dëgjoj Celi Bash, e shikoni si fytyrë të dashur shqiptar, shikoni si ishte bërë, me kostum, me gjaket $1.000, me këmish, me atë mjekën që e ka u disur, sytë e ti, shikoni si ka sytë, kundërshtari i shqiptarëve. Ajo KQZ-ja, jo t'i vesh flakën, po ta bësh WC, që po të rëndit shqiptarët për 32 vjetë. A e keni parë dashur shqiptar me çdo vend të botës, me 7 mbarojnë votimet dhe me 8 jipet vendimi? A i shkoni Kosovën, shqiptarët e Kosovës, e japin brenda natës, kurse Tirana e mban një javë, i lexojnë për së dyti, do me thënë kuj do t'ja japin. O Celi Bash, vendin e ke ku është ai i bashkisë. Prap do të kesh fat, po ti jesh aty afër atij. Do të jesh diku vend tjetër. Të tëra ato që ke bërë ti pisleqet, po i nxjerr. Ishe në një televizor klani i Francës.
spionazhi francez. Ata njerëz që punojnë në klani dijes kishin xhaket, sot kanë 20 beqar. E nga Filipina i sjellën këtu. Që gjyshit e tyre s'kan patur bukë të hanë, sot behen, sidomos kjo fytyrë ka miliona dollar. O tjetër është kunati i Fatmirit. Nuk e kam fjallën se është kunat, se në demokraci banë përgjegjësi personalisht. Por e kam fjallën që Dallavet që ka bërë ky, s'ka bërë asnjë në KQZ. Ky është i Salës, edhe i Edit, ishte i Nanos, i të gjithëve. Pasarit që bën ky, pra të dashur shqiptar, nuk ka vota. Është turp për ju që me dolin disa të votoni. Mos votoni që është turpi botës se s'ka për votime. Ne nuk u lem. A i shini se sa qenë në sheshi Skënderbek, si shnansimi veta. Do të më thot, tër kjo Tiranë nuk i do. Pra nuk ka zgjedhje, po ka arestime si ky person që është këtu. Kudo që të vej, e ka sytë nga Greqia? Jo, tu do vi. Të gjithë ata do arrestohen dhe populli shqiptar do e t'i gëzuar. Shqiptarët më shkruajnë mbi 300 shqiptarë që ka shkruar brem deri më sot. Kanë kaluar numrin e papar. Shumë pyetje nga ata shqiptarët e mi thonë, po kur do arrestohen? Kur do arrestohen këta hajdutët? Pse nuk janë arrestuar? Të dashur shqiptar, Amerika i do shqiptar. Amerika e ngriti spak. A i pa të dashur shqiptar 120 deputet, ishë rreshtuar më resht, shkuan në ambasada amerikane, e firmosën të 120. 95% të 120-ve janë alfabet, rrugaq, hajdut. Po e firmosën për veten e tyre. Byroja kombëtare e paguhet nga Amerika. Ju e keni përhapur që të gjithë kjo politik, dy partit, se ambasada është mbyllur. Jo, ambasada është hapur. Është në shikim, është ambasada korrekt, shikon dhe flet dhe u thot sipas rregullave të Ministrisë të Jashtme të Amerikës, State Departament, që duhet të arrestuar urgjent këta persona. Pra, ne hekurat nuk i kemi të arrestojmë, por ne kemi vendimin. I Spakut para 2 ditë, kryetari i Spakut doli dhe pa publiku dhe tha, problemi e kemi nga politika, do me thënë nga këta ordinerët, që dalën po venë në për Evropë e kudo, Milano, Paris, në Inghilterë, kudo, me avione speciale, me darka moderne. Këta persona vjedhen para tuaj. Pra, u kam thënë që me 15, kalovi 15, sot e 17, dashur shqiptar, jam brenda afatit. Fletë e arrestimit kanë vajtur. Gazetarët brënd po thuaj të gjithë, sidomos në Top Channel. Gazetarja me eksperiencë, nuk e zemër goj, po e kuptoni. E tha hapur para
gazetares. Profesor, Seli Bashi ishte në emisionin e Blendi Fevziut në Opinion dhe foli për zarfët e emigrantëve. Çfarë mendimi ndani ju, profesor, në lidhje me këtë çështje? Kryetari i KQZ-s, dashur shqiptar, Seli Bashi. Ai ishte mbrëm në televizionin e klani i spionave francez dhe ishte para Fevziu. Fevziu e pyeste dhe ai me i shkop në dorë, poshte kanë erdhur zarfet emigrantë. Dashur shqiptar, Seli Bashi është një mashtrues, gënjen. Shqiptar jashtë shtetit as votojnë fare, sepse nuk i duan të dy partit anti-shqiptare. Seli Bashi është bajmosur, është bërë milioner me paratë e shqiptarëve. Po jo me paratë e thata, me gjakun e shqiptarëve. Shqiptarë s'kanë bukë të hanë, Seli Bashi me gjaketë mira dollar, e shikoni dhe vetë të dashur shqiptarë. Ky është Seli Bashi. Ky Seli Bashi, sytë e tij duken vetëm duke vjedhur, vetëm duke mashtruar. A e mbani mend sa kohë më parë, ku vajti çështja e Berishës, kush jetë kryetare, kush mos jetë, që i s'kishte drejtë të fliste në publik? Në mendimin tim tha, Seli Bashi i takon Berishës vula. Pra ky është Seli Bashi. Seli Bashi Nanos, Seli Bashi i Lirit, Seli Bashi i Edi Ramës, i Berishës, i Bashës, i të gjithë. Sepse këta janë bashkë dhe dashur shqiptarë. Këta janë të gjithë hajdut. Seli Bashi duhet ishte para 4 vjetë në burg. Ka bërë dhe krime. Ka bërë dhe krime në mëdha. Pra, ky është Seli Bashi. Pra, dashur shqiptarë, as mos u lodh, as mos humni frymën, zërin, të zireni në për kafenit, kush është demokrat e kush është socialist. Që të dyja janë partit e Meladin Popović. Të rinë nuk e din kush është Meladin Popović e Dušan Mogosh. Ata krijuan Parti Komuniste më 45-ën në tokën e Shqiponja. Ata vranë patriotë e Shqipërisë. Ata vranë kretë Malsin që ka luftuar deri në Tropoj e Kosovë, i vranë. Trenat me trupat e Kosovëve, kur vajtën në Beograd, vetëm kapelat ngel. Për kampin të trajnimit, u mbushën me fëmijët e patriotëve, sepse patrioti i vranë. I ka parë me sytë e mi të dashur shqiptar. Në kampet e trajnimit, ishte vetëm pleq dhe fëmijë, dhe polica që nuk dini shqip, flisin greqisht, nuk ne lexoni dot emrat. Ja, këta janë pra bolshevikët. Këta janë pra që kanë 32 vjetë që u kanë grabitur dhe u vodhë. Këta janë pra që duani ju të votoni. Nuk ka votime. Ka arestime, ka burgje. Profesor, këto ishin pyetjet e shpeshta që bëjnë shqiptarët për ju këto ditë. Keni diçka të fundit për të thënë shqiptarëve për sot? Po, gazetare, shqiptarët mua më shkruajnë me qindra. Dhe po e them hapur, që më ka shkruar që mbrëm dhe deri sot që po flas, kalojnë me mira, mbi 25.000. Por për të shkruar kanë qenë 265 persona. Të shumë të luftojnë, më thonë, o Zot, bëfsh 100.000 vjetë, të dashur shqiptar. As më intereson jeta ime fare. Unë kam erë të bëj vendin tim. Unë kam erë
të plotësoj amanetin e të parë. Kam ardhur të plotësoj burgjet që ishin Burrell, Spaç, kudo, Rubik. Kam bërë fabrikat e Shqipërisë, Qimetos. Kurse këta i shitën të serbi, i coptuan. Kam merë të bi kombin, shqiptar, nuk dua luftat. E kam parë të keqen edhe të mirën. Unë duaj që ju të vini sa më parë, të rinj, të reja. Duaj që të zini vendin, jini në biron kombëtare, pavarësisht se do ndryshohet emri. Jini në polici, jini në drejtorinë e re që do hapet të mbroj kombin shqiptar. Paka shumë të njëjtin emër si CIA. Për të mbrojtur të rinjt, për të thënë të vërtetën se ne jemi shqiptar, pavarësisht se disa i quajnë drogista. Ras, jo. Ata janë të rinj. Unë po o them nga televizori Shpresa. Dashur të rinj, daloni vrasjet njëri me tjetri. Këte e kërkon Serbi. Këte e kërkon Greku. Dashur shqiptar, sa më parë, roni një i tjetri. Nuk ka vota, po ka vetëm arestime. Unë i them për herë të fundit gjyqtares. Nesër ke gjyqje. Gjyqtare e ke shtyr mjafter. Edhe gjyqtari tjerë e kanë shtyr shumë herë gjyqin e Mediut, e vrasit, që ka vrarë fëmijë. Nënën e tyre nuk janë të qeta, se nuk i din ku i kanë trupat. Ka vrasja. Vjen në përgjyqje, pa bukë, pa ujë. Si në bos një nënë e një fëmijë të vogël, e shoh gjithmonë duke qarë. Kur nga gjyqi që s'ka baruar kur. Kurse e shoh Medin bashkë me avukatët e tij, duke zbardhur dhëmbët, duke qeshur, të veshur me kollar, që ata dije s'kan patur e brek. Dashur shqiptar, unë po them gjyqtarëve, sidomos nesër, keni gjyqin e Berishës. Unë nuk them që të vrisin Berishën, pas ligjit, në qoftë se e ka për dëm, në qoftë se e ka pat pasuri, se pasurit dijen, do me thënë, Byra e Kombëtarit të shëgon, para 32 vjeç, çfarë kishte çdo person? Çfarë ka sot? A i keni parë, edhe në Amerikë nuk ka vila si që kanë këta, dashur shqiptar. Gjyqtare, nesër, ke gjyqin në orën 9, e di fare mirë. Nëse e një, avokati ti duhet e marrësh atë diplom si pas ligjit ndërkombëtar dhe shqiptar, ja grisësh dhe ke të drejta fuqë në burg, sepse nuk kanë ardhur 5-6 herë. Ata avokatët e tyre tallen me gjyqtarët, e kanë fjalën me Spaku. Spaku janë të rinj, po. Janë e disa që do arrestohen në Spaku. Po së mund të flash për Spaku. Keni thënë që Amerikanës janë. Amerikanët janë kudo. Ka 32 vjetë. Kudo i kemi? Në ministri, në polici, krye ministri, në kuvend, kudo janë njerëz tonë. Ata njerëz që duan kombin. Gjyqtare, nesër, sytë e shqiptarëve, emigracionit e kanë fjalën më tepër, e kanë këty. Nëse ti nesër nuk jep si pas ligjit, si pas ata që të kanë dërguar, e kanë fjalën të Spaku, e kanë fjalën prekurori, ata janë prekuror. Nëse ti nuk e zbaton nesër, më vjen keq edhe s'më vjen. Do mbash përgjegjësi. Ekura do t'i kesh ti. Sepse ti e gjyqtare dhe kur je betuar në atë libër, ke thënë çdo gjë si pas rregullit,
nuk pyes familje, nuk pyes fëmijë, do t'i dënoj sipas kushtetutës që është sot. Po mirë me gjyqtare, ajo kushtetuta thot për gjithë shqiptarët. Ajo kushtetuta tënde që e ke përpara tavolinës për një që s'ka drita, për një që hap një pus për ujë, apo për një që i prishet një portë. Më kanë njerëz shumë njerëz e ka portën më të madhe, o e bën më të vogël, 16 burg. Kurse për një që vjedh, vret, i ke harruar gjyqtare, e ke harruar në theshtatën që janë mbi 5.000 të vrarë, e ke harruar që gjithë armatimi që u bë me gjak nga të burgosit, nga të intrenuar, gjithë shqiptarët e kurudha që u bën puvullnetare, e ke harruar në 10/6. E ke harruar 21 janarin, apo gërdesin, bombën atomike që u hodh. I ke harruar Shkodrën që u vran 4 djep të rinj, e din të shqiptarët kush i vrari. I keni harruar të gjithë, apo keni harruar Greku vrau 2 ushtarak, një në gjumë, edhe një ishte në detyrën e tij. E dënuat për ca muaj. Grekët e bë deputet, jo gjyqtar. Shqiptarët janë gati të bëjë gjyqin e vet. Po o them edhe një herë, nëse ti do veten, do familjen, do fëmijë, do kombin, atë që kanë nesër, në qoftë ke dëshirë, bëj 20%. Do të thotë arrestim në vend. Dhe kur të ketë gjyq, gjyqi të nxjerrë të vërtetë. Gjyqtare nuk ka zgjedhje. Po e di çfarë ka më gjyqtare. Po flas në mënyrë popullore. Se të flasë në mënyrë inteligjencë ti s'merr vesh. Se unë i di si keni diploma. Diplomat e plepit. A i dini që janë 10.000 avokat? A i dini që 80% janë pa diploma? A i dini që avokatët dhe prokurorët që janë jashtë bëjnë pazare me fëmijët shqiptarë, duke ndarë burrin e gruan, se s'kan bukë të hënë, duke vrarë për një tokë me atë 7.500 pra gjyqtare blidhe radaken alla shqiptarqe, verja gishtin kokës, se nuk keni për të vajtur. E kam fjallën për të gjithë gjyqtarët, e kam fjallën për të gjithë prokurorët. Bëni punën se nuk keni ku vini. Është fundi i juaj. Unë e kam thënë datën 15, nuk kam me ku vete. Arrestimet do bëhen. Flasën të gjithë, do arrestohet ky edhe. Çdo gjë ka përfunduar, të dashur shqiptar. Mos flisni në për kafenet për zgjedhje. Nuk ka zgjedhje, po ka vetëm arrestime. Dashur shqiptar, natë e mirë, shkoni me vëmendje nesër, arrestimet që të fillojnë dhe bëhet qeveria teknike dhe më pas me president. E janë një shqiptar e Shpresa Demokrate. Natën e mirë, mirupafshim nesër. E në qoftë është bërë ndonjë problem sot, që është teknike, të na falni. Kështu është Shqipëria. Kështu është Shqipëria. S'ke që bën. Janë ku janë. Janë spionët më të 4 anë. Po çdo gjë ne jemi në verifikim. Natë e mirë shqiptar dashur.